miqtë, u rikthyet, po ju prisnim për të vazhduar punën në kuzhinën tonë. Kemi përgatitur në furrë, kemi ende vazhdon pjekja, lepurin me qepujka. Lepurin në bark, të tavës me balt. Në balt, po. Po, pa tjetër, sepse në bark e ka gjithë tava me balt, po. Sepse derisa të ngrohet tava, vash pjekja, kështu që del dhe më e shishme. Tani gatuar një pas. Që ti shkoj shumë edhe kësaj shijes, nuk është, faktikisht janë për me zvakte të dyta. Për me zvakte të dyta. Atëherë që do thotë me zvakte të dytë, mbas drekës dhe përpara darkës. Pastat, një sekundë, se shif... Ja, unë për shumë kam përdorur këto pasta. Ju mund të përdorni të gjitha llojet. Ja, unë kam përdorur këto. Vid. Lezo pak se nuk s'kam spiralet kanë, 6 minuta e kanë zjerjen e tyre. Po, por unë do të 1 minutë më pak, sepse ne duhet jenë al dente, duhet jenë pak më të forta, kur ne kemi në sallatë. Bukur. Okej, pra i kemi para zjer, dhe tani do t'i bashkojmë me përbërësit e tjerë. Shojmë pak recetën fillimisht, se çfarë sallate do të vi me pastë nola. Fusilin, me qënë se mund të jetë një nga variantet shumë të mira të sallatave, po sigurisht që edhe llojet e tjera, variantet e tjera që ka Ola, mund të bëhen ajo që është e vogël, orzo, elbore, me të gjitha llojet, vetëm me spagetin ja. Spageti se konsumojmë dot sallat, absolutisht, ka plot receta të tjera. Mirë, e lexojmë së bashku recetën, çfarë na duhet tjetër, përbërësit e saj dhe direkt në aksion. Kemi bërë zjerjen e pastës dhe vazhdojmë me marinimin e saj. Salat me panxar dhe makarona, panxar të zier, kastravec, qep e kuqe, speca, makarona, djathë dhije, fara kungulli, krip piper, vaj ulliri, uthull molle, uthull balsamike. Tani po vendos se ke mallja faktikisht. Se tani është më kollaj në verë, më mirë që kombinojmë kështu si formë sallate. Panxajnë që e kam para zier. Kastravecin. Specin e kuq, specin e shill, edhe 1-2 domate që më tepruan. Qepën e kuqe. Të gjitha në një tas të përbashkët. Kripën. Uthullat që të balsamike të gjitha bashk. Të marrë dhe një lukë. Ja. Të gjitha, opa i kaloj këtej. Marë vajnë. E dini këti vetë tani, lulja shkon të lulet. Qanë lulja për lulen, o bobo, qanë lulja për lulen, o, a më jep 2 lulet e tasjo. Pra këtë thënë që lulja, mi bashkoni ju lutem të gjitha këngë. Janë lulet e ngrëshme, luljat e lulja, s'ka. Mi bashkoni të gjitha refrenet. Opa! Ja, petalit dua ti me vendosësh vetë. Shto, pa dhimbje, bravo. Jo, thjesht janë, se këto kanë një shtres rëshire në gjithse, edhe me zi hapen gjethet. Po deshe ti, shtojmë dhe disa gjethet të tjera. Djathin e bardh, po t'jetë djathë dhije, është akoma edhe më mirë. Ose në të kundërt. Ja, na ndryshuan dhe pak ngjyrat nga panxari të pastës. Marrë dhe i laj paksa. Është një pastë me shije të veçantë, e prodhuar sipas mjeshtrisë italiane. Dhe ajo çka e karakterizon pastën Ola, kemi thënë, është prerja në pllaka bronzi. Shifeni tani si edhe ajo pak shtres ose ngjyrë apo aromë, shije, ngjitet pas pastës, sepse ajo është e ashpër. Dhe kjo është pas kemi zgjedhur të njëjtën sipas reklamës.
Fakti që nga një grupi përzgjedhur, siç e tham, semola, mielli apo përbërësit premium, e bëjnë ato një pastë premium, një pastë shishme, një pastë të përzgjedhur dhe absolutisht na lehtëson punën dhe në gatim. Ja disa variante që vinë nga Ola, siç e tham, me qendër prodhimi në Venecia, aty ku mjeshtrit italian kanë krijuar pastat shumë vite. Ndërkohë, kjo përzgjedhja tani, i bashkuar edhe me majdanozin, e freskoj zjerjen dhe është një... Do vaj, derisa nuk të shikojmë, fakt kjo pas nuk ka nevojë fare, që të shtosh vajin, sepse është nuk për person ngjitet. sa veta hang këtu? 3, 4, 4, 5. Diqë. Me djathin, me domatet, me panxarin, me specat. Mirë? Ja të trazoj dhe një herë më mirë. Bravo! Ka nevojë më. Thuaj një, bravo mua. Bravo mua! Bravo ne! Neve na! Ish ndërruam në... Neve na lumë shënduar. Neve ish ndërruam në kështu, në ngjyra rozë nga panxari. Tani, goca ime, kemi kohë apo s'kemi kohë? Kemi, do bësh ndonjë gjë tjetër, ke. Sa kohë kemi për shembull? Po ke, një 7-8 minutë të fundit në fillim. Dhe një refren tjetër dhe gatimin. Erdha! I degustojmë, i shijojmë të gjithë bashk. Më pas, sepse sigurisht që konsumojnë edhe kështu si që janë, po edhe në gjendjen e tyre